Më s'kisha atesh në jetë ma shumë se vesh më kry që shumë konë shnesh ma herët. Shumë shtirë është, pësë me bujt me aplecu dëshirën, fëmis, shumë shtirë është. Po kur ka dalja, ka pru horqin e fmive, u thashë, o Allah, që sholla, dhe zëti, i runë që ata, se ma shtirë s'kishtë mirë mi pa vak. Allah i rujtë që më ka një mu. Se kur pisha fëmijin që po i hekin, unë e më zvetë, pihara i krejtu, që është të burin që mu të vetë. Po, s'po kam e amajt, mija vëgën, s'po moj me përnu e, kjo ka s'provë për mu, pe Allahit. Po, inshallah Allahit, shërën e inshallah sa ma shpejt e me përnu e me dalë kra familjes. Na ka për 300 euro hak, orë ma ka këtu shpijen që të zëta hotëri qike se i teje, da e kita një shpi. Koshtet e kena shtira, burrin e kam të smu, valin bëllë shtirë pe kena. Po qysh, po nani më njënja, Allah i rujtë edhe ata. Miqtë e mi dashur, përshëndetje prej meje Lauretës. Na sot kemi arë në fshatin Slovi të komunës së Lipjanit me taku Agrën Vitia, i cili është i smur prej Mëlqis. Njëjtën kohë dhe bashkëshortja e tij ka probleme të shëndetit, edhe jetojnë kushte të cilat vujnë për gjona elementare. Kemi më shku me bisedu pak ma shumë me Agronin edhe me pa gjendjen edhe jetesën cilën kjo familje e bën. Hajde një të shkojmë të takojmë Agronin edhe Eminën. Agron, përshëndetje. Si, Agron, si po kalon? Emine, përshëndetje. Agron, si? Ajnë, përshëndetit nuk jam mirë. Nëse të marrë me pa mënyrën se qështë jeton edhe problemet me cilat përballësh, edhe sfidat njëjtën koha. Mundesh më na fol pak më shumë për veten, sa vjeçar je, sa antar të familjes jeni? Jam në 38 vjetë, 6 antar jam. 6 antar. 4 vajzat vëgla, vete e shëshën. Unë kam problem me shëndet, jam i paftë për punë. Që 3 vjetë jam i smut për Mëlqijës, 3 vjetë më i me punu, e kam smut për Mëlqijës edhe për toksimet. Ka blokum toksimi krejt, ta marrë krejt. Ka probleme me Mëlqi? Me Mëlqi. Edhe nuk mundesh me punu? S'moj me punu, që 3 vjetë, jam konë në 3 vjetë i paralizum, po që 1 vjetë për bëj të një farastrije jam të përdër të ilashe, për gjithë që ato ilashin. Edhe po të bojnë hajrë? Që ato po më bojnë hajrë që ato ilashe, po po më kushtojnë shtrejk. Së më po moj me adal me blej, që të po më kushtojnë, veç që të, që kjo është 45 herë. Edhe sa të bën kjo i ndërun? Një muj, që kjo është 24 herë, e me qmenë. Kjo është në tejsëll ku me pi këta. Kjo është për Mëlqi, pas të Mëlqi. Do më thoni janë ilaçet cilat kushtojnë shumë shtrejt edhe gjatë cilën ti nuk mënesh me përballu, sepse i ki edhe 4 vajzat vogla që dojnë kujdes edhe pa tjetër që i dojnë kushtet e veta, edhe nuk po mundesh me adal, me punu, nuk mundesh me punu. Nuk po moj me punu. Edhe qysh ja dhe na merr një social ose diçka apo? Po e marrë një social, po së po ja dalë se shtrejt që shkallëzua ilaçet shtrejt, po shimërët shtrejt. Së po ja dalë allojnë, mësë me pas konë që të njerëzit me një muaj, s'kishtë në mujtës që të ilashe mi marrë. Se veç që të po më kushtojnë 300 euro veç që të më bajnë. Që të 300, ja u dhe atë veç 350 euro në muj. Ku janë pastaj obligimet e tjera? Ku janë obligimet që është asë mija, që qikon vele s'mujta, sa babë, sa s'po shkejta, sa shkullë se ftër po nërë. Për të pantulla ftër, po nërë. Një bamirës, Allah është përbleft. Më ka një muë, aje është, më kalon sekret, mësë me kalzu. Më ka honë që, më thajtë që mi ka tyrku dhe, e thash babës, të shkon baba t'i blejnë. Pantullat se për vajza se, po nërë tha babës, po më i me shkua, për që të arsye se shkojnë shkollë. Dhe me thë vajza është 7 vjeqare, në cilin klasë është?
Parashkollor. Parashkollore dhe sot nuk shkojnë në shkollë për shkak se rrobat ju ka rrobat, vjetruar dhe nuk pat. Ftavë të holla. Agronën e di që është shumë e vështirë edhe për ty si bab patjetër ndoshta mos me mujt me ja plotësu kushtet fëmijëve se fëmia nuk din a ka prindja s'ka. Po ç'është njesh ti si prind sa herë që fëmijët e tu ka nevojë diçka dhe ti ndoshta nuk mundesh me ja plotësu edhe nuk mundesh me bë. Ty e bëllë zërë, Allah. Shtirë po jenë bëllë. Zëveç zemra ja me din, po të njërë ka moj se bëllë shtirë, bëllë po mërzit në, po qështës po që ata dhe për arsye ka të e kumë thirë si medje, se po ja dalë me letësu kushtet mire, se unë së mundë s'po mëj me ponu. I lo që shtrejt, të shimëre shtrejt. Të revesha mathe për thëmi, që shpi ma ka maru, jetën Alija është në Zvicër, Allah e shpërbleft, se më kanë dhamë, ku pas në shpi katastrof, ku mjetu 2003-ës, të 2003-ës të 2023 ku jetu ato. Fond 2022-2023 të një minë këtë shpi të re, që ma ka maru jetën Alija. Ti agrën gjithmonë një përballë me sfida shumë të mëdha, po sidomos ndoshta tash kur të shfaqen problemet e tua shëndetësore, po besoj që obligimet e shpenzimet e këtu janë rrit hala më shumë edhe jem mbështet prej murje dhe nuk putin është ka me marrë dhe ka qysh mja dojnë. Vallahin po të kalzej që ata dhe me emër të Allahit, se nuk e kam let ason me kërkundim, se këtë mu më shujnë gjithë se kush mas para me që ashtu po s'po kam e amajt. S'mija vëgën, o s'po moj me përnue, sen e shtrejt, i laqet të isha për fëmi, për ushqimure, për që shtoj i laqet shtrejt, për më kështojnë. Ure 3 vjetë jëmë konë hesë s'ko mujt me përnu, hesh. Po, hesh as më qu s'ko mujt, hesh. Po, falë, po qashtë. Po falë që 1 vjetë të që e astrija është mjekje popullore, e kom qëjtë i lashin që të po ma animojnë që të i lashin. Po më kështojnë shtrejt, po që shtu e bëja mirë sa të kush kanë mundësi që të me në animu, Allah i shpërblef që kanë mundësi qëftë të shimure, qëftë hëlla, qëftë që kanë mundësi te isha ose që kanë mundësi në kam nevoj, për që shka, për jashtë që shpinë e kam, atë mu si jam ifte jashtë për shpi, për është që shtu se nem elementare, për familje. Sot ka njerëzit mundësi, që ato që të kanë mundësi për shkak se ti nuk më mundesh me ja dojnë. Je i paftë për punë edhe... S'po moj me punu, kush ka mundësi me në animusha ka mundësi, shala Allah i shpërblet. Gjithë ku dënë këtë në Kosovë, i diaspore, gjithë kush ka mundësi, ba mirë, se shka kanë mundësi, Allah i shpërblet. Shala Allah i avrum familjen. Unë e di që ke pas shumë sfida me cilat je përballë edhe po cila u konë diçka që nështë ta ka thyr zemrën shumë gjatë këtyre kohëve. A ka pas ditë ku keni ngellë nështë edhe pa ushqim? Ka pas edhe, ka pas shpesh, se jo bo shpesh. Shpesh ka pas, me lip këtë sene, po do këvesh edhe që se më dhejmë këtë, ajse të bëhat mirë, baba ta blim, po që shtë që zëti ka pa kush më ka një mu. Se kush më ka një mu, ka pak se sa për vejtë, s'kishta mujt. Me ja dalë, s'kishta mujt. Agronën e di që edhe bashkëshortja jote është smur. Po, pe i vejna. Ka një problem shëndetësor, me cilën kemi me bisedu tash edhe me ta. Po, ndishta me fola, mundosh me na i tregu moshat e vojzave që nështë dikush që mundet me kontribu qoftë me roba ose qka do të qoftë, apo na i tregon moshën e se cilës vajzë që e ki? Po e madhja i ka, e madhja 7 vjetë, e dyta është 5 vjetë, e treta është 3 vjetë. 3 vjetë edhe e 4ta është? E 4ta është 2 vjetë. Edhe do më thonë, jo keni nevoj edhe për gjona tjera për na i robës? Po qatë për roba, për thëmin, ushqimore,
Shka kanë mundësi, mjete financiare për ilaçe, për qëto ilaçe që mas shumë të po kam nevoje për qëto le ilaçe se shtrejt. Shumë po më kushtojnë me paj për tërë qëto nuk bët. Se qëto jam të për tërë jë marrë ku jë marrë qëto. Se që të kalëzëva 3 vjetë, s'kom lanë mjek pa shku, heqë së më kalë ba pajra të medikamente. Heqë shkët e aje, ba analiza, se heqë së më te, po të kalëzaj të rejtë, numërën e ku marrë në TikTok që so astri se kom gjejtë, që se mjekës. E i thashë që sash, po shkoj thash me emër të Allahit e këshyre dhe që të, që inshallah dhe në Allah e ma qënë Allah i lashin se ma shkuva atje u lëdha. Po të kalëzaj tani, gjena dhe gruja marrë këse arke mas me je dhe kja pe vejna, po duke marrë mas me je, marrë shanë qafë gati, për inshallah ma për halal, se e komonu arke mas me je, qashtu që shasi së më kalon vetë, ka jë më shku. Për vejtë pe vejna, unë e kënej, po inshallah Allah e shpërblen. Inshallah sa ka pas të rëmë edhe kja, që më ka këshur, inshallah Allah e rëmë, që më ka nejtë gati. Shërë. Po më vjen mirë që po flet kaq mirë për gruan sa as për to. Po është e lehtë. Jo, s'është e lehtë, po ka bë sabër, inshallah Zoti e shpërblen, pa shtypje se Allah e shpërblen. Se ka burri e gruaja do njëri tjetrit me ndihmu. Se është ashtu. Është një fjalë burrë gruaja më shathu, kështu që do të thënë mbështetja më e madhe njëri tjetrit, po. Ç'është? Realisht ka njëherë në shta dhe se gjejnë që atë mbështetit e partneri, po më vjen mirë që jo në çdo sfidë keni pas njëri tjetrin krahë. Po, Allah, ja, qashtu kur ka pas kjo unë e kum shu. Qashtu që shim ka smut e kum shu edhe gruan edhe gruaja ka çu që shim ka smut. Kjo pe vejna, njëri tjetrin i kena nejt gati. Nuk e kena lanë. E çojmë një jetë përbashkë të lumtur. Te përvollesh me shumë gjana, po apo ki dhimbje ose diçka fizike, cila është një prej sfidave më të mëdha që ti përvollesh te aspekti shëndetësor? Ja, që po tham, po të kallëzoj atin veç që s'po muj me punu, kështu se dhimbë të elhamdulillah pe Allah s'po kam, që Zoti, dhimbë s'po kam, po shlet takati, me punu s'po boj se melçia është që dhe pjesë e trupit është, aja s'veç po të lëdh, nuk të lënë me qutë të rëtë. A grënë, e punë të leta ke këshyrë me marë? Valoj, po të kalësaj, unë punë të letë, se alo jam të përdërë që të ilaçe. Unë kun këshyrë do që shtë atin në pastrem, me pastru, po ka herë atin me njërën metë. Në alo nuk po kësaj se të alo s'mu ka liru mirë me lëshia. Të nditën, me asisa të heqish të në kësham të me punu. Po do të kërë më mirë me në alo s'po këzoj nërë. Alo jam terapi nërë. E më ka thonë aja mjekje që e farë astia, më ka thonë që unë të kalëzoj, më ka thonë kur të kryet, se të edhe di vetën, e të edhe vetën, po edhe e ti tha kur të vjen aja farë që të pastruhet krejt, atër mos keme pas problem kur keme punue. Të lona trejta. Po shpesej që vjen ajo ditë që ti kemi ju. Inshallah. Inshallah, Allah i po të kalëzej, ma shumë se, s'kisha tesh njetë ma shumë se vesh më kry që që më konë shnesh ma herët. Me punu, me njerë se shumë është ma mirë, me njerës me fitu dinarit. Po është e ma hajë. Po është sfit, të me përbalu të saktim të Allah i shka vjen, elhamdulillah s'kem shka me bo. Kjo konë s'provë për mu, dhe Allahit. Elhamdulillah. Po, me emër të Allahit. Normalitetit. Shto? Sa e vështirë është për një babë më kujdes për 4 vajza, dhe më thonë mi pasë dhe... Shtirë për Me Allah. plëcu krejt kushtet që nështë ta fëmija i dënë, po te nuk mundësh me plëcu për shkak gjendjes tënde ekonomike. Ti bë që ashtu është në bëllë shtirë, po vjen Allah, po vjen gjena, po s'po bojnë, s'po vjen bëllë gjena se thëmi, po s'po këti ka me amojt, ma se s'po boj me punu, s'po boj me aplecu që thatë kushe, se s'po boj me punu, me pas mujt me punu, i këshna najt gati, po ne s'po boj me punu, të i satë të më
shlirët me lëshia, të më pastrëhet. Allah e shumë shtirë kam, shumë shtirë se për ma lipin një sen dishka, ose në marketë dishka, fëmija, a mërë ma një, asi s'po moj, s'po kam meble. Se jo e dini. Edhe çmimet janë Çmimet, shumë po. Çmimet shtrejt, një sen për ma lip janë një lëdër, janë një dishka, fëmija, s'po kam meble. Se të është nuk je, Allah prend, se dini Allah është shumë shtirë është, mos me mujt me aplecu dëshirën, fëmis shumë shtirë është. Në zemra që thëjnë po kallët, po s'po ki ka me maj. Se një sen ta lip një lima një dishka si fëmija që edhe që ka qep një lëdër, një dishka, ose një ushqimore dishka shka i hatë fëmija, atë shtrejt senet, së po ja blej. Se Dhe pa tjetër që ndihesh keq. po ndihna shumë kesh, jo pak po shumë po ndihna, po inshallah Allahi ma mëson e shërun e inshallah sa ma shpejt e me punu e me nejt emër të Allahit me punu e mi dal kra familjes, mi më nëmbajt, ose shtirë është, po inshallah Allahi i shpërblen ata që gjithë që na kanë nimuar, po na nimujnë, Allah i rujt, e ata që dalin na nimujnë. Allah inshallah i runë e i shpërblen, se ish pa shqipe se shpërblimin e kanë të Allahi, se Allahi kush shumë fali i shpërblen gjithë ata, lëmë të ata kush bojnë mirë për Allah. Se është sevap, që ke ka me na jetë për në të botën tjetër, që të senet, se shka që na ka thonë, paret, sa sen s'kena me marrë vejt, paret janë nevojë njëri. Po me ba mirë për Allah, po është mirë se që të vepra na jesin atë botën tjetër. Agrën, a mundesh me përsërit edhe njëherë për çka keni nevojë, për gjonat elementare dhe nështë një mesazh të fundit e një lutje për gjithë ata që kanë dëshirë dhe munden me kontribu në çfarë të lloj mënyre? Unë mesazh të fundit, unë e bëj shprej të gjithë kush kanë mundësi, sa kanë mundësi me na nimu, sa kanë mundësi qoftë gjona shqipore, ose tesha për vajza, për ne familje, për shqipore, për nej të holla, për i laqë shtrejt, për më kështojnë, mas shumë ti, për që të edhe për i laqë, për mi blej, edhe për shtosh. Të isha që të për thmi, po më edhe për shqimore, që të më nevojite njërë ma kresëret për mu, që të senet. Faleminderit shumë Agran për bisedën që patëm. Edhe gjithë ata që përbollen me sfidën e njëjtë si tonë, patjetër që të kuptojnë që është mas miri për shkak se ilaqet, mjekimet kushtojnë edhe ti s'më mundesh me ja dalë. Je i paftë për punë edhe i ki 4 vajza të vogla të cilat dojnë me hëngër, ku janë mandej obligimet e tjera, ushqimi, energjia elektrike, edhe ti vetëm s'më mundesh me ja dalë. Edhe kërkon ndihmë për gjithë ata cilët munden me kontribu në çfarë do lloj mënyre, qoftë me mjete ndoshta financiare, qoftë me gjona ushqimore, qoftë me veshmbatje të ndryshme. Vallaj se që edhe rrima një muj mes me pagu, po na i këputin, po që një 3 muj na ka hek qeveria din, se që kanë që të sepesion, që të një 3 muj, po na hek ka pak, shka po, pak na i ka letësu. Se një muj me bo mës me pagu, po na i këput rrimë. Tani si me këput rrimë në për jesë parë, rrimë, mas pari uj, për uj tani se e kime raket, për uj mas pari jesëm tani. Problem. Më falendrej shumë për bisedën cilën e banëm, kemi me bisedu bashkë edhe me bashkëshortën tonë edhe faleminderit shumë. Faleminderit, e për juve. Ti e krye familjare, je bashkëshortja e Kronit edhe këna me fol pak ma shumë për sfidat me cilat edhe ti si nanë dhe si grupë përbatesh. Kushtet trona. Kushtet e kena qëtira, burrin e kam të smut, unë jam pivejna. E kum lanë terminin të me në Prishtinë, po ja përshkiketej 4 vjetë. Më bëha operacion, po apet po të veshën. Si ish vrandja që i hejkë.
E qka saksisht prej venave je smut me... Kështu i kam t'jashme. Tani ka po hecë ishte edhe po më dhomin, po kam dhimbje vina. Ishte me ja dole mine, për shkak se kushtet e pomeve na vetë që janë trona, Po bëllë të rahuna i kejna. Burri është i paft për me punu edhe me sigurun është tani jetë stabile për shkak se ai vetë është i smur prej mëlqisë edhe nuk mundet me punu. Që shtoja dilni e mine? Bëllin bëllë shtirë të kejna. Burri që është, onë që është, vesh të mija që për janë falënderim të Allahit, po qysh po nani më ngjinja, Allahu i rujtë edhe ata. Më kanë me të mija një avdet, vesh ma shumë me bëkthate kanë hongër. Po si non, as ves disha se më hopke ulla, kështë më dhe. E nuk disha, më mbajt veç, inshallah, dherë zëti, po kur ka dolja, ka pru horqin e thmive. U thash, Allah, veç inshallah, dherë zëti, i rumë që ata. Se ma shtirë s'kishtë mirë mi pa pak. Allah i rujtë që më ka një mua. Pos ditë ku edhe nuk keni pos qka me hangër. Po kina shty, po për thmi ma shumë për qëta thmi. Se kur pisha thmijin që s'po i hekin, unë e më zvetë. Pihara i krejtu. Që është burin s'mut vetë. Po që që i ka doj që i keqë i rapru, këmë në Allah i shala, apru me lotë këtë të këtë. E mine njerës shumë i njës edhe mundoheni mi falendru gjitha ata Allah që i kanë ru. qenë ofër në ditë e juja ma të Qaj që fështira. s'na kam përmen me emna, s'm kanë kallëzu kështë veç Allah i ru, qaj që na ka një mu, Allah i ru, veç pa shumë për qëta thmi. Ma shumë për qëta thmi se për vetë e për këtu, jam për ma shumë për qëta. Qështë në ishte si non, e di që ka pos ditë ku nështë ta fëmija dhe janë smu dhe nuk një pos para as me qute mjeku. Qa është që shku mujti kum, Ju vetur nuk keni edhe ja ju. kur smurën fëmit, qështë i qenit e mjeku? Po qysh për mu një vëllojnë, Për mes njerëzve që për mërës njerëzve, kush për pishe qështë. Që i këm bile aja dje, që aja pi tugit. Vesh shumë vjetë ke. Edhe hala nuk e ke dërgu të mjeku Ja, me ju. kontrollu për shkak se nuk e pas. Nuk më bëllë gjëmë shumë e qu. Unë e di që është shumë e vështirë për ty si non me përjetu edhe me i kalu këto ditë. Di edhe që jeni kanë bashkë me bashkëshortin ta shok të ngusht një një tjetrit edhe kështu do të me kanë një qeft, po prap është shumë e vështirë kur dët jeni smut. Edhe nuk keni që punani, mandej fëmija e vogël dojnë çdo ditë kujdes, dojnë çdo ditë me hangër, me pi. Edhe ku e gjeni forcën, mu që çdo ditë edhe ndoshta. Malla vërse vesh me thonë. Vesh me thonë veç pëta ma Allah i sholla dhe zëti. Mani man, o të rritë që ti vetëmive. Se unë kur marrë kes ka fëllë. Kur jeni martu, Kur ku marrë në, se s'm ka tra, 2 javë me najtë me ta, ke tina dhe gëja ju ka nëllë. për shkak smundjes. Pëse që në melqije që u ka. Po i kum lutë Allahit, kum dojnë qysh, edhe qysh të është, unë i kam i najtë atërë. Unë ka ndëllë se unë që kum najtë. Se qysh jam qysh të kjo ka shtritën e unë që kum najtë. Nështë ato natën kum najtë me ta, veç më kanë kjo mirë. Do me thot ditët e para të martesës ti bashkëshorti është smur, edhe ti kena i të kryt, edhe se nge shu dorën. Ja ju. A i në gjithë një një tjetrin me mësit apo? Ja me mëset e këna të të. Edhe Si kum do. Se e kum bo që unë ka këqyrë. Unë ka këqyrë se pi qikës madhe unë ka më bo vejet, unë ka që kamas, s'kum pa sherem. Po unë ka këqyrë edhe e këqyrë, hanez. unë e di që jo për para se me jetu këtu kemi qenë
Do me thonë edhe kur je martu te keni jetu me një shtëpi krejtësisht braktisur edhe që si ka plotësu kushtet elementare për jetesë, kushte shumë trona. Po fal një bamirësi me emrin Jetan Aliu. Jetan Aliu, që ja u ka ndërtu këtë shtëpi, sot ju për Allahu ja ta rujt. nuk hekni. Jo për Po shtëpi. sfidat kanë fillu qysh prej atëherë, do me thonë qysh para sa viteve jeni martu? 7-8 viteve, edhe deri sot mas ande ju kanë shtu edhe problemet e juja me shëndetin, bashkëshortit, probleme edhe sfidat njofas njoshme, ku sot po vuani për kushtet elementare në për tjetës, për ushqim, për veshmbathje, për... Mbathje për qëtë. Bile qatë qikën, e kom pas a i ka pas një muj besora, Rina. Një muj ma ka hërë, një gjëks, edhe në vesh. E kom pas 7 vite, në kanë që shpijen qëtë që e këna prish. E kom pas, kështë në arë më morë dhe lave, për rrisë, e disha që hinë. Do me thonë... Hinë edhe në asene. E kom për qikën, e kom qitë kënë ero me flatë. Kishin e për jastak. Brejtësit me. Edhe kur ka koj qika, ja kesh s'ka mujt me kap në gjeks, ja ka hongër veshin. E ka pësoj kur ju më shu këtë gjak e kish pas veshin. Dhe s'ka mujt me hongër atë në vesh, atë me kap në gjeks, veç lëkurën ja kish në vesh e kish kap. Për që atë erdi këmë të mburët se burë, tha... Do me thonë, kur vojza e tretë i ka pas një muj... Një muj mi ka pas qika. Brejtësit mint në përshpe kanë hongër të vesh edhe e dytë, okej? Edhe që atë i këmë thonë burët tash... E ka kafshu, do me thonë, mio në vesh edhe në gjëks, dhe ja ka njës vojza me qajt. Me rita, o kondi këmë thonë burët tash që të lizet, tash kena me thirë, këju se mos e vllaznia. Tash ju për vllazni, tash lemi muë, e ku morë këmë thirë saba, po e ke ju se si thirë. Ma tash ka pithirë, edhe ashtë të tash rikën se lau. Kejta të... Qa dhe që këna bo videj mas zdisove që ke jetu një orë, nga ka përputera 100 euro haqë. Edhe orë, nga ka këtu shpijen që të... Tha, zëta hotëri i qikës e i teje, tha, e kita një shpi. Do me thonë, kushtet qashtrona i keni pas, edhe qysh keni vendus me dollë para mediave, para kamerave, ka qenë rosti kur miu e ka kafshu vojzë një muajshe, në veshë dhe në gjëks, edhe s'keni pas qysh ndryshe. Edhe po më thëtë edhe burri që është shumë e vështirë me dalë para mediave. Po falë asaj interviste, ju sot jetënin këtë shpi që nështë ta ja u ka ndërtu bamirë si Jetan Aliu me gjitha shpenzimet me zemë sa qënë edhe me Allah e rujtë, veç hatëri që ta thmi që mi ka pështu. Se nështë ta një shtrishra, pala a i kesha qikat. Unë veç një sëbë këmë lypë. Emine dhe Agra, një jeni përballë me sfida shumë të mëdha prej momentit nështë kur e keni nisë jetën e ju i bashkë dhe kur jeni martu, ku keni jetu me një shtëpi krejt tjetër edhe po fal një interviste cilën e pas këtë bë. Një bamirës ka vendus me ndërtu shtëpinë edhe sot jeni të qëndru këtu. Po një prej momenteve që kalon mas shumë të ndikim nështë edhe mas shumë të mërzite, jo ka qenë momenti kur brejtësit, mengë në përshpe, e kanë kafshu vojzën e ju i një mujushe. Një muj mi ka pas qika, e kom pas deshtë në fugër, ka i nërë jashtë kur s'ka mujt nga të meja, nga të sojnë, s'ka mujt me kom gjërë, që ka gritë. Po edhe vejshin e ka, këtë e ka, dhe më pleurin që ka vejshin e ka. Po këna tash burë, tash ushra shëtu, tash shika, është që në kontrut, po s'kom pas me qu. Ja kom ly me një farë po madhe, të iri sa... Të i sa asene, o stabilizua të e qikës. Po prap,
për juve si prendo ka qenë shumë e rëndë dhe t'ja grën më the për mu nuk është e lehtë hiç me dalë para kamerave, është shumë e vështirë se më njohin njerëz dhe po më gjykojnë, po më shojnë është dhe po më ofendojnë, edhe tipi merr këtë turistë që nështë për shkak se nuk i ka merr tjetër. Vallai vështirë është, veç unë e di, zëti edhe zemra jam e di sa vështirë ka me dalë para mendje. Se dikush po më nëjnë që unë e veç hajt prej qefit të të shkon, po inshallah Allah i kërkojna nuk jam mundësën me dalë si kuron kështë të medje. Se tani është shtirë, se më paragjikuj njerëzit, po paragjikuj në komente ja, në aton jes po dënë me ponu, ja në aton, kush ka një njeri që s'dënë me ponu e mi mojtë mine vetë, kush s'veç, unë me midhonë, ku me ditë sa, milionat me midhonë, me pas me marrë shnejta me punu, milionat me midhonë se s'daj para medja. Kur, milionat në të vjendet të më thëtë, që i kije vesh del para medja jo, pas po kam me amajt, që shto kanë spru, pej Allahit, i kjo shumë falë, alhamdulillah, më kanë i spru humë që shto 3 vjetë, edhe do të me përbalu e shka vjen pej Allahit, alhamdulillah, po do të me shtetë Allahit, se të Allahit jem, se të Allahit jena. Shtirë është, shtirë Allah, shtirë, unë me dalë po të kalzaj mas shumë ti, po dalë, jem du të rubë hatëri thmive me emër të Allahit jem dalë, se për Allah me emër të Allahit jem dalë, inshallah delë Allah, banë emër e dikush delë në një mënë, për hatëri thmive jem dalë. Qëfar të lej mënyre, dhe me thotë qëfë me veshmbathje, qëfë me gjana ushqimore, dikush nështë ka mundësi me... Po, shka të kanë mundësi? Mënyrë, me pare, me gjana financiare dhe... Shka kanë mundësi, une kam shkaj për gjana elementare, kam nevoj për gjithë shka. Përveç shpinë, jo se shpinë ma ka marua i ba mirë. Allah e shpërblej, se im kanë shtirë që shkallëzaj e shrytja, në shpi katastrofë, hishen mete, hishen... A i gjanja gati që ato e mërën që a shpinë e vjetër në baki se ma eret komponue, kër jem konë shënësh, komponun pastrim qytetit. Komponun drëmdetari, punkt rona, kur si më në lesh. Po si pasuje brejtëve dhe kushteve trona që ke jetu në shpinë e vjetër, të ka përketsu gjendja ju të shëndësure, edhe ke posë ma sa ndej probleme dhe me mëlqime. Qashtë. Allahu i rujtë edhe juve që keni ardë, ju shpërbleft, se ma shumë se nësës. Për vjen edhe shtirë, nuk është... Edhe shtirë për më vjerë për medje me dalë. Për vjen edhe shtirë për i. Se i për ka familjen dhe të shtirë. Unë e di që jo nuk për delni prej qefit, edhe e di që nuk e keni të letë me i përbalu në është edhe ata njerës që shkrujnë gjithë shka në rjetët sociale. Edhe e di që e kitë shtirë, nuk për du me të ngacmu ma shumë. Faleminderit shumë, po shpresoj që keni më shëru edhe po shpresoj që ka me ardha jo drita më mund të nejlet edhe për juve, qësh jo ka ndërtu edhe shpia, po besoj që edhe keni me marrë vetën. Mëse lëshoni njëni tjetëri dorën edhe jeni shembull, edhe për fëmijët e juj që mundoheni ditë e natë për kundër gjendjes t'juj tronë shëndetësore. Faleminderit shumë Emine. Faleminderit edhe për juve.